fish me mua, se të dua, a të pëlqen të fish me mua. Përshëndetje, unë edhe Mona jemi nisur për udhëtim. Jemi nisur për në Shqipëri. Say hi Mona. Do doja të ndaja me ju disa momente, disa mendime që më erdhën sot duke parë komentet e disa shqiptarëve në lidhje me videoklipin që duam të sjellin përpara shefit Simaku. Tani, më vjen shumë keq, në të njëjtën kohë, më vjen dhe mirë, po të mirë pëse më vjen keq. Më vjen shumë keq që ka kaq ignorancë. Do thonë, së pari njerëzit duhet të lexojnë. Kjo nuk është një këngë e re, kjo është një këngë e vitit 2006, e bërë me një label amerikan që para shefit Simaku e ka hedhur në treg që në atë vit. Po kuptohet, rrjedha ishte dhe më vjen shumë keq që nuk lexojnë ose nuk futen të kërkojnë në internet. Ky është një album i vitit 2006, i cili është bërë me një label amerikan. Dhe parashevia me sa di unë dhe me sa më ka thënë ajo dhe me sa kam lexuar më mbrapa, të gjitha tekstet e këngëve që ajo ka përdorur, që janë total 9 këngë, kanë qenë dhe kanë për autor shkrimtar të mëdhenj shqiptar të rilindjes, domethënë rilindas, jo rilindaset e viteve 2000, rilindaset të cilët ndikuan në pavarësinë ose në ardhin e pavarësisë së Shqipërisë. Pra, janë autor, tekst shkrues ose si të thuajnë vjershëtar që janë që nga rilindja dhe nuk ka bitem që ju nuk i dini. Dhe që ta vazhdojmë me orën e letërsisë, kënga Dashuria ose teksti i asaj pjesëse të vogël që ju dëgjuat dhe që ju duk të jetë vulgare, erotike, a nuk e di se çfarë, është shkruar dhe është një vjersh e Andon Zako Çajupit. Kush nga klasa juaj e ignorantëve e di si emër? Besoj se dini, dhe është fatkeqësi e madhe. Është fatkeqësi e madhe që ju nuk njihni, jeni advetar dhe thoni që doni flamurin e Shqipërisë, por nuk është vetëm kaq, që ti jesh advetar duhet të dish historinë e vendit tonë, të dish rilincat, të dish vjershat e tyre, ato vjersha aq të bukura dhe sidomos Andon Zako Çajupi shuhet për vjershat e tij të bukura ngacmuese që flasin për dashurinë. Vazhdoj mësimin